Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Personazhe në Fokus. Sot udhtojmë drejt shtetit të Kosovës, një treg të njohur në historinë shqiptare, një vend ku trimëria, qëndresa, dhe dashuria janë trashëguar brez pas brezi. Do të flasim për Drenicën, zemrën e Kosovës, trevën që në çdo periudhë të historisë ka qenë simboli i rezistencës dhe identitetit kombëtar. Për të zbuluar më shumë mbi historinë, kulturën dhe rolin e trevës në fatet e kombit shqiptar, kam kënaqësinë të kem autorin e librit Arbëria e vogël dhe Drenica. Mirë se erdhe në Personazhe në Fokus, zoti Rakip Gjoshi, profesor, doktor. Mirë se e gjeta, kënaqësia është e imja për mundësinë. Shpesh je bërë personazh i njohur të emisioni Personazhe në Fokus, pasi ke folur shumë për historinë e Kosovës, ke bërë shumë libra, autori disa migrenave, i themi ne në pjesën e mirë të letërësisë, se ti edhe letrar në këtë pjesë, për t'i dhënë atë çka audienca kërkon për të njohur këtë histori dhe këtë traditë të Kosovës në luftën e saj, në jetën e saj të përditshme, kur Drenica quhet Arbëria e vogël. Si pikërisht Drenica quhet Arbëria e vogël? Këtë epitet, këtë pagzim, këtë kryefjalë të trimërisë, guximit, heroizmit, nuk e kam vurë unë. Do të kisha pas dëshirë të jem unë autori. Unë kam thënë atë që ka thënë historia. Për shkak të një kalume të veçantë, për shkak fillimisht të gjeografisë, se Drenica është në mesin e Kosovës. Gjeografikisht ndodhet mes rrafshit të Dugaxhinit dhe rrafshit të Kosovës, me kufin natyral, me bjeshkën e Lipovicës, Goleshit, Qiqavicës, Kosmaqit, bjeshkëve varmaleve të Berishës, Grykës e Caralevës. Caralev Radishev është Drenicë, janë 160 fshatra. Dhe pas historisë bujshme, duke filluar që nga antika, pastaj e pikëzuar në ngjarjet e betejës së Kosovës, kur një trim nga Drenica i pagëzuar Miloš Kopili është ai që ja preu kokën Perandërisë Osmane, Sultan Muratit të parë, në fushën e Kosovës, dhe për të vazhduar me heroizma të tjerë të Ahmet Delis, që më së patë u hoqi kokën disa policëve, atëherë gjandarmëve serb, dhe i doli fqiut zot, pastaj me Azembejtën e të tjerë me radhë, por kulmoi emërtimi në kohën e Azembejtës, i cili teritorin Drenicës e kishte bërë zonë të pashkelshme të gjandarmit serb. Do të thotë kishte vuar pushtet, dhe atë pushtet e kishte njohur thuaj zyrtarisht edhe Serbia, sepse për çdo ditë i vriqin gjandarmët dhe nuk lejonin që të vehet në thundër dhe me atë sistem të egër që kishte Jugoslavia, vitet 24 deri në vdekjen e Azembejtës dhe shot Galicës më vonë. Kjo trev ka qenë trev e veçantë, e qëndresës dhe e mos nënshtrimit, mos gjunximit pushtuesit. Dhe poetikisht, une në çdo vargtimin po thuaj, është vendlindja ime, është vend i mbushur çdo shekull, çdo mot dhe çdo ditë me epik, është mbushur me mençuri, urti, dhe Drenica është e pushkës, është e dijes, e urtisë, është edhe e këngës, sepse këto dimensionet të Drenicës i përshkruajta për arsye se Drenica ka dhënë trima, është histori, është epik, që pikërisht prandaj ne kemi vënë atë prologun Drenica një arbëri e vogël. Është mbajtur gjallë në kullat e Drenicës, sepse shqiptarët kanë qenë të privuar nga arsimi në gjuhën shqipe, dhe shkolla dhe kulla ishte shkollë, ishte universitet shqiptar, po ishte njëkohësisht edhe tempull i ndarjes së së drejtës, po edhe tempull i dijes e urtësisë. Shquhet për trimëri, se i përmenda disa nga trimat pak më herët, pastaj nga Drenica prej ardhen e ka Hasan Prishtina, e ka Shaban Polluxha, e ka Fazlirje Qevsi, e ka Demir Shari, e ka Tahir dhe Nebir Meja, janë figura të rëndësishme të historisë që kanë lëvizë ngjarje të rëndësishme në këtë trev. Pastaj është e urtisë sepse ka pas
dietarët e njohur pleqnarët me këtë rreth Tahir Drenica, Tahir Berisha, pastaj ka qenë Xhamel Lovria, pastaj Dervish Goxhulli dhe dietarët e tjerë të cilët pra kanë ndarë të drejtën, por kanë pas edhe urtin që përmenden edhe sot dhe ka monografi të caktuara për këto figura të rëndësishme. Zoti Gjoshi, problemi për të kaluar, sepse historia është e gjatë e Drenicës dhe normal në do na duan shumë emisione të mëdha për të vazhduar pjesën e Drenicës, pasi ka një heroizëm shumë të veçantë dhe të shembull për gjithë institucionin e Kosovës. Por problemi mbetet pikërisht juve që shtyt të bëni një libër, Arbëri e vogël dhe Drenica. Çfarë ishte kjo? Fillimisht them se kjo trevë është gjithmonë shqiptare, nga Dardania vjetër. Përkundër përpjekjes slave që të kolonizohet ky vend, sepse vitit 1918 deri në vitin 39 ka burime të sakta zyrtare se kjo pjesë është tentuar që të ndrohet në aspektin demografik dhe kanë sjell kolon nga abiset ndryshme serbe për të ndryshuar pozitën demografike, sepse ka qenë etnikisht e pastër, pas një kom tjetër kur. Dhe 116 fshatra, pra në pastërtinë e saj etnike e ka penguar pushtuesin për të nënshtruar. Pastaj vetë një autor serb që ka qenë edhe konzull serb në kohën kur Kosova nuk ishte pjesë e Jugosllavisë e Serbisë, e pranoni ka 2 libra të bukur Kosova, thotë kur kanë shkuar ta gramlesit turq për të kërkuar taksat në Drenicë, kanë thonë ne se 500 vjet s'kemi ditë për hyshymet, as nuk duam të dim. Pra, ka qenë regjion i panështruar sepse kanë bërë përpjekje sarajet ngrisin në Llaush të Azami u kanë djegë gjatë natës, sarajet e Hamidis janë pagzume. Pastaj Drenica nuk ka lejuar asnjëherë të ketë një kazermë ushtarake apo stacionim të forcave të huaja. Gjithmonë pra ka qenë në këmbë, si thuhet. Kjo ka qenë ajo shtysa që ju keni nxjerrë këtë libër për ta promovuar? Natyrisht, jo vetëm ajo, po Drenica në vërtet ka qenë Shqipëria e vogël. Arbëria, për arsye se këtu veç është fol, është mendu dhe është jetu në Shqip. Dëshmia e kësaj është folklori i pasur. Anton Qeta, po edhe të tjerë, Halil Kajtazi, Halil Bogaj, të tjerë studiues folklorit kanë tubu shumë urti dhe dhana dhe këngë folklorit nga këtë rreth dhe si rezultat i kësaj për çdo vit bëhet drenasi, shembull 2026 të tjera ansamblet të ndryshme nga gjitha trevat shqiptare, një festival kombëtar siç është Gjirokastra, tek ju që pasqyrohen traditat e kulturat e kësaj treve. Dhe kjo dëshmon se këtu janë ruajtur shumë traditat. Pastaj edhe folmi është e veçantë e Veriut që është studiuar nga studiues të ndryshëm në dimensione të ndryshme, përkundër faktit që ka pas historian serb dhe historiografia serbe me gënjeshtrat e saj është përpjek që edhe për ardhin e njerëzve të saj treve e ka një autor një libër për thamë në gjuhën shqipe, sepse është në gjuhën sovokrate shkruar, Drenica mali i dytë i Joni Shajt, përpiqen që ta bëjnë shenjtëri të serbizmit edhe pse dihet se tim shihun shtatë ka pas. Se pikërisht Drenica konsiderohet si një nga trevat më të rëndësishme në historitë e identitetit kombëtar. Shiqa, Kosova si trevë e shkutur nga Shqipëria, do të thotë me rastin e ndarjes së kufive, të krijimit të Shqipërisë londineze politike, sepse dihet që edhe shqiptarët e Kosovës kanë marrë pjesë gjendarmeria pa shqiptare, kanë qenë izboletinet në Vlorë, ne kemi ndruar gjithë në atë kohë edhe të parët tanë që të jem bashkë, të jem një shtet. Por dihet se Shqipëria është coptuar dhe më shumë se 2/3 kanë mbetë jashtë kufive të saj, e Kosova si etnitet ka mbetë një pjesë që vërtet ka qëndruar në kam vazhdimisht dhe nuk është nështruar fare. Dhuna kanë qenë tepër e madhe për shkak se janë përpjekur të përzihen edhe me kishën ortodokse, sepse shqiptarët deri me ardhin e turqëve kanë qenë kryesisht konfesionit ortodoks dhe mbajtja e predikimeve dikun ku kanë tregu shkasi prithërinë serb në gjuhën e vjetër slave kanë filluar të dëmtoj asimilimin dhe këtu është një e mirë
po thëmë me se çdo pushtim ka vetëm këqija, po edhe ndonjë të mirë, një e mirë që kalimin muslimanizëm pra ka evitu pak a shumë atë çështjen e asimilimit që kanë tentuar ta bëjnë përmes kishës serbët në këtë trellë, por them se në çdo periudhë historike Drenica veçohet, gjithë Kosova ka qenë këmbë, gjithë Kosova nuk ka mbot që nuk ka dhënë do një ngjarje të rëndësishme që ka lëviz historinë të treva, por Drenica ka qenë më e veçantë, sepse Drenica nuk është nështruar asnjë pushtuesi. Dhe për këtë e kam quajt arbëri, se e kam quajt para meje ata që e kanë bajt me pushkë në dorë, në këmbë dhe e kanë bajt gjallë shpirtin e kombit. A është vallë Drenica pjesë e një historie të thelbësuar në pjesën e luftrave të ndryshme? Drenica ka rrit bitë e saj në Djep, nga Djepi deri në vdekje me krismën e pushkëve. Nuk e them këtë për të madhënuar pse unë kam vend lindje, por këtë e them dokumentet historike, ngjarjet të ditura historike, e cila kulmoi me luftën e fundit të ushtrisë shqiptare, që krijuesit e luftës së ushtrisë shqiptare ishin nga kjo trellë. Dhe ngjarjet e Prekazit, sepse Prekazi ka disa kulme të historisë. E përmend Ahmet Delin, Tahir Mehen që vitin 81 tha jo Serbisë bashkë me babën i shtet luftoi. Pastaj për të kulmuar me Ademir Shani dhe familjen Jashari. Këto ngjarje lëvizën gjithë Kosovën, sepse mas rënies biblike të kësaj familje u pa se sa është e çmueshme liria dhe se liria është më e çmueshme se jeta. Andaj kjo reflektoi edhe në shtrirjen për herë të parë në këtë trellë, do të thotë Drenica ishte ushtri shqiptare komplet. Dhe kjo reflektoi që edhe në 6 zona tjera, që ishte zona Koradakut, e Noredimës, e Pashtrikut, e Dugaxhinit, të bëhen në një komandë, në një uniform, ishte një ushtri e organizuar që vërtet arriti të krijojë edhe aleanca me fuqinë edhe aleatët strategjik të kësaj treve dhe për herë të parë jemi të mirë. Cilat janë dëshmitë historike që e lidhin Drenicën me Dardanin, Ilire dhe qytetrimin e lashtë shqiptare? Një pyetje interesante. Ndëgjoj, përkundër faktit se ne jemi vonuar edhe në shkencë dhe në gjurmime edhe në gjitha, të tjerët janë përpjekje që të falsifikojnë të kaluamën. Megjithatë në Drenicë janë gjetur varreza të ndryshme, janë gjetur gjëra të vjetra që dëshmojnë. A ka lidhje Drenica me Dardanin? Po, është zemra e Dardanisë. Edhe në kohë të Dardanisë, dhe ato kultura dardane janë reflektuar dhe ka gjurmë të saj këtu. Pastaj ka gjurmë të periudhës romake, sepse janë disa nga kështjellat. Për qytetërim ilir? Natyrisht. Janë kështjellat që mund t'i përmeni këtu ku jemi duke bërë incizimin, është gjyteti lartë në Bajinc, pastaj vjen më poshtë është kështjella e fshatit Vuçak që tani i themi në Kalas, pastaj në fshatin Sankovs, pastaj në Vrbovc, pastaj në Turiqevc, pastaj në Surigan. Janë gjurmë të kështjellave të cilat janë rënuar mas ndërpretimit slav, sepse janë kështjella që kanë qenë kohën romake dhe ka pas qytetrim dhe për këtë ka dëshmi arkeologjike dhe janë studiuar kjo pjesë pak ma fuqishëm se sa pjesa tjetër e kohës së gurit, të bronzit, të tjera, po megjithatë ato kemi gradinë atje ku janë gjetë gjërat që e dëshmojnë se ka pas civilizim në atë kohë Dardan. Përveç kësaj, mund të them se edhe emërtimit për shembull Drenicë mendohet, legjenda thotë që janë nga disa toponime që tani kanë mësuar ndryshime fonetike, po megjithatë kryesisht merret fjala se këto pyje kanë qenë të banuara me Drenin dhe pasur janë edhe 2 lumej që njeri buron në këto pjesë prej afër Petrësisë atje e deri te Drenasi ku takohen edhe me lumin tjetër që vjen nga Globari dhe janë toponime të cilat ka një legjendë që thuhet që Drenica ka qenë liçen krejt, më pastaj është larguar ujë nga pjesa tjetër e Dugaxhinit,
Por megjithatë, mund të them se në mesin e trevave që ka të veçantat e veta historike, siç janë treva e Dugaxhinit, e Podrimës, e Podgurit, e fushës Kosovës, e Karadakut, tjera, të gjithat kanë veçantat e veta, po Drenica pashkputshëm veçohet nga gjitha sepse në asnjë periudhë historike nuk e ka ul kokën as nuk është nënshtrua. Ju jeni profesor doktor. Gjatë kërkimeve, cili ka qenë fakti historik që ju ka bërë më shumë përshtypje në gjithë këtë zgjidhjet dhe gjithë të shkrimet që ju keni bërë? Unë në gjahet e funit janë kulmi i gjithë zhvillimeve dhe është qatia e përpjekjeve për qëllim dhe qëndresës aq gjatë, sepse Drenica tash në çdo shekull ka diçka të veçantë. Ta zam aty ku takohen dy perëndori, dy kontinente faktikisht, lindja edhe perëndimi në fushë Kosovë, del një djalë i Drenicës që nxjerr emrin e Drenicës edhe emrin e Kosovës edhe në këngë popullore edhe në historiografi edhe në... Kjo është përshtypja që ju ka bërë më shumë të shkruani pjesën e Natyrisht, sepse shiqo, ne duke qenë të privuar nga arsimimi, kemi qenë të privuar edhe nga krimtaria mirëfill letrare, shkencore, me preshtim të popullit që s'ka fjetë. Rapsodi ka kënduar dhe këto ngjarje janë grumbulluar nga Instituti Albërgjik, janë begatit të veçanta të folklorit, po dhe të ngjarjeve, rrëfimeve të tjera historike që mund merret si burime shkencore dhe ato krahas burimeve materiale që i përmenda më herët që janë gjetur në këto treva. Drenica njihet si vendi i qëndresës. Si është ruajtur kjo frymë ndër shekuj përballë pushtuesve të ndryshëm? A ka qëndresë të fortë Drenica brenda në një historinë e saj? Po, unë mund të them se vetë fakti se kjo ka qenë në aspektin gjeografik mes të Kosovës, si territori pushtuar, e ka pas pak më të lehtë të tjerët, sepse kufijt gjithmonë ruhen natyrisht më shumë se sa, dhe këtu ka pas mbështetje gjithë popullore ato lëvizje, sepse natyrisht as lëvizja Kaçaki, as lëvizjet anti-osmane që janë bërë, as gjitha pa pas mbështetjen popull nuk ishin mujt me qëndrua gjatë. Por nëna tona kanë qenë ato që kanë bërë mungese, kanë plotësuar, kompenzuar mungesën e shkollimit. Dhe nëna shqiptare të kësaj pjese nuk kisha me dallu me vuna i vi demarkacionin mes trevave tjetë Kosovës, sepse ne jemi sikur peshqit. Si themi ne në Tiranë, jo digjesh ky më shumë, jo ai më pak, po megjithatë ndoshta duke qenë pak subjektiv edhe pse jam i kësaj treve, po faktet flasin se ka plot të veçanta kjo trevë që ka qenë pritare dhe flakadan i lirisë vazhdimisht gjatë historisë. A ka pas të shkruar historikisht libra të ndryshme dhe në kohë për Drenicën, si Dardani apo një arbëri e vogël? Për të thënë këtë, duhet hedhë veshtrimin nga historia e arsimit pak. Në Kosovë, gjatë kohës së sundimit Osman, ka pas shkollë itadie dhe rrydie, pra në gjuhën osmane dhe turke, dhe shumë pak njerëz i kanë vijuar ato. Por me ardhin e slavëve, për herë të parë në trevën e Drenicës, në Dobrësherc, në Komaran, ka pas shkolla vitin 1927-28 në gjuhën serbokrate. Fëmiu drenicas për të vijuar shkollën, është dashur shkojnë një vit, sikur në parashkollor si shkojnë, për të mësuar gjuhën serbe për të vijuar shkollimin. Dhe kanë qenë shumë pak ata që kanë vijuar. Dhe masat kanë qenë tepër të ashpra ndaj nxënësve. Nxënësi është dashur që të mësoj mirë gjuhën serbokrate dhe nëse ka vllajin në bankë ose në klasë, është dashur të komunikojnë gjuhën në shkollë në gjuhën serbokrate. Kjo ka qenë pozita e shqiptarëve për të përshkruar më së miri. Tjetër, për një libër, për një abetare që është sjell nga Shqipëria, sidomos nga Shkodra ka pas lidhje, për shembull ka pas Axhën në rrjetin e shpërndarjes librit, dhe për punë Kosovë është trajtuar ajo familje ku është gjetur një abetare sikur të gjendë një depo armatimit. Shkronja shqipe ka qenë armë për arsye se kanë qenë të pak njerëz. Statistika gjatë gjurmimeve që e përmende, të një libri që kam si mëdhenja gjuhën shqipe në Kosovë nga rilindja kombëtare deri në ditët e sotme, kam gjetur se në vitin 1945
në Kosovë kanë qenë 96% analfabet, sepse harrova them, është një njeri i madh që ka sjell dritën e shkronjave shqipe, është vitin pavarësisht se ka qenë ministri i fashizmit Ernest Koliçi, pra pat kujdesin dhe në mënyrë suksesive duke filluar me 150 mësues deri në 700 ka sjellë në Kosovë dhe ka hapur shkollë çdo fshat Kosovës ka pas shkollë në gjuhën shqipe dhe fatkeqësisht më e keq me xhelozi them se në aspektin kombëtar, edhe tekstet shkollore, edhe programet shkollore kanë qenë shumë më në nivel se sot që kemi ndoshta. Dhe ajo ka qenë një rilindje. Pastaj erdhi koha e pushtimit dhe ripushtimit të Kosovës, vitin 45, shkollat shqipe u lejuan, por programi ishte tamam shërbim të shtetëror, sepse programet i bante shteti dhe ne kemi mësuar, unë si nxënës kam pas fatkeqësisht të mësoj mundësinë historinë slave dhe historinë kombëtare. Kam filluar në klasën e 8 kur filloi mas ngjarjes e vitit 1968 kur u bën liberalizëm. Në Kosovë u lejuan simbolet kombëtare, pastaj u nxel universiteti në vitin 70 e kështu me radhë, filloi liberalizëm. Jem shumë të vonuar në këtë sferë për shkak të pushtimit. Pushtimet e kanë pas halë sy shkollën shqipe dhe ne kemi qenë të etur për këtë edhe për historinë edhe për letërsinë shqipe. E dini se ne mas ngjarjeve vitit 1968 dhe rënë se Aleksandar Ranković e dytë në Jugosllavinë gjatë 6 para pikërisht 6 vjetësh kemi filluar të frymojmë pak më ndryshe. Vetë kreu i komunisti asaj kohe përmend mas deformimeve që kanë ndodhur, në gjithë Kosovën kemi pas vetëm 400 njerëz me fakultet. Llogarit sot 400 vetë në gjithë fshat i Kosovës që ka nga 400 njerëz me fakultet. Ne kemi qenë të etur për shkollën si treu për arsye se kemi qenë të privuar nga kjo e drejtë. Për të kaluar te pyetja tjetër, unë më shumë për të njoftuar televizionistët, pikërisht ne ndodhim në zemër të Drenicës, jemi në një pikë turistike, ndoshta njerëz që frekuentojnë të pikë na krijojnë ato zhurmat për një emision televiziv, por këtu jemi, këtu janë qytetarët, kemi zgjedhur të pikë se si një vend kyçe në Drenicë për të qenë me profesorin zotin Gjoshi, që është një nga njerëzit e letrave shqipe pikërisht këtu në Drenicë. Për të kaluar te kjo pyetje tjetër zoti Gjoshi, sepse ndoshta audienca që na shikon në emisionin, ne sot thonë pse pikërisht është zgjedhur ky vend, ka zhurma, sepse këtu janë familjarë që vizitojnë këtë pikë turistike dhe ishim detyruar që ne ta bënim si një njoftim këtë, duke qenë konsciencë dhe me audiencën tonë përballë. Sa ka ndikuar tradita, besa dhe organizimi familjar në mbijetesën dhe identitetin e banorëve të Drenicës? Ne, kur përmenda arsimin, përmenda privimin nga kjo e drejtë. Po dhe privimin nga e drejta, ndarja së drejtës dhe duke pasur gjithmonë pushtues mbi kurriz, duke qenë se edhe drejta është ndarë sipas të drejtave që i ka caktuar dikush tjetër, se s'ke pas as përfaqësues politik në për institucionet të pushtuesve, ose kanë qenë të rrallë në shërbim tyre. A është tradita dhe besa e organizuar mirë në familjet në Drenicë? Kjo ka mbajtur gjallë shpirtin e shqiptarit edhe në këtë trevë, për arsye se edhe nëse ai ka dhënë identitet banorëve të Drenicës këto lloj kauza të mbështjellura brenda traditës familjare këtu në Drenicë? Dëgjoj, e ka një roman Recep Qosja për fëmijë Lugjet e verdha dhe e përmend se ujku ja gjen delet bardhëci që i kanë humbë tufën e deleve, thëtë me një kusht, nëse më jepsh këtë kalin në shtëpi, unë të gjej delet. Dhe ai në shtëpi kishte lopën në rand për të shtuar dhe kishte gruan mas 7 vajzave kishte lind djarë. Ai kishte harruar për gruan dhe ja dha besën. Kjo është një porosi që besën duhet ta mbajmë, por besën duhet t'ia mbajmë vëllait, jo të huajt. Është e mora figurativisht këtë, për arsye se besa është majt, po ja është majt vëllait në Kosovë. Dhe kjo ka ndikuar edhe në drejtën kanonore, për shembull, nëse dikush ka qenë në gjak, në asmëri me dikën tjetër, dhe i ka vuar në tytën e pushës një dushk, dhe ka hanë besën e filanit jam, edhe nëse ka taku hasmi, do thotë e ka liru. Kjo ka qenë normë kanonore në atë kohë, po përkundër të ligave, të këqijave që i ka pas kanuni, megjithatë kanuni i maleve nuk është ka përcy me rastin ndarjes drejtë. Edhe nëse ka dënuar gjykata një hajdut apo një vras, sërish është dashur të ulen në qendrën e burrit. Ama s'është kjo që është një rrugë tradite brenda Drenicës, brenda familjave,
në këtu në Drenicë familjet e ruajnë këto lloj mehe I themin do të thosha në thonjza që krijohen objektiv se tash mas hapjes mas në këtë kohë të revolucionit digital që kanë ndodhur, kanë ndryshuar gjërat, ruhen dhe janë të konservuara më shumë. Ato doket tona kanë filluar që transformohen, ndryshohen më të madhe tash. Mos vallash rinia që I ndryshon këto? Është zhvillimi teknologjik ndikon sepse do të dëgjosh mund na kthesh në kamerë se pak në profil nga unë. Sepse them se ndryshimet e teknologjisë krahas anëve pozitive ne do të rrugohemi xheloz ndaj të kaluarës, sikur edhe popujt tjerë. Shembull në arkitekturë mund të trujmë elemente nga kullat, në dokët të dasmave, zakoneve tjera, gëzime o gazimit mund të ruhet. Jo tash të mbahen një javë dasmë, që kanë bajt më herët, ose në kohën në vendin e të pamëve në përmart, do të transformohet, po megjithatë do të bëhet diçka nga lumja, sepse identiteti I një kombi përveç gjuhës janë edhe dokët e zakonet, përveç territorit e tjera që përcaktojnë identitetin e një kombi. Në librin tuaj trajtoni edhe periudhën e pushtimit romak, bizantin, serb, osman. Cilat prej tyre lënë gjumë më të thella në këto treva? Pa mund të them se në aspektin pozitiv ne nga romakët kemi përfituar diçka sepse ata kanë sjell shkollimin, kanë sjell organizimin shtetëror pak më të civilizuar në raport me kulturën orientale që ka ardhur, ta zëm ku është takuar Oksidenti dhe Orientalia në këtë trevë. Por gjurmë më të rënda dhe më të egra janë ato të sundimit slav. Them vetëm në kanunin e Çardushanit ka qenë që të gjithë ata që nuk pranojnë fenë e tyre të përzihen nga fshati. Fillimisht të buan ndonjë shenjë e fytyrë dhe më pastaj nëse vazhdojnë edhe të largohen fare nga fshati. Do thotë dhuna ka qenë e theksuar në çdo periudhë veç është transformuar dhe qëllimi ka qenë shpërngulja e vendasve nga kjo trevë, megjithatë kanë qëndruar. Përkundër faktit që ka pas marrëveshje me Turqinë dhe janë shpërngulur nga gjitha trevën nga Dërnisa, mas paku janë shpërngulur. Tjetër, do ta dini se në Dërnisë kanë bon konak shqiptarët e Dërnisës, gjithë Kosovës, por në veçantë këtu, edhe për muhaxherinë, si themi ne, kanë qenë 780 fshatra të pjesës së Nishit, Leskosit, Përkuplës, që dhënë shumë në vitin 1878 në kohën e lidhjes shqiptare Prizrenit, kur është njohur Serbia si shtet në Kongresin e Berlinit, janë prezent dhe përshkruajnë disa gazetarë të huaj se nga Nishi deri në Kumanov, në anë të rrugës kanë qenë në përdëbor kufoma të fëmijëve dhe të pleqve që të therrur pra me bajonetat e ushtrisë serbe. Janë përzon nga shtëpitë e tyre, janë ndjek shtëpitë dhe sot ato visi janë pastruar etnikisht. Kjo është ajo që serbët kanë lënë gjumë të thella në shpirtin e qytetarëve kosovar? Qëllimi serbëve ka qenë dalja në deti. Ata kanë ndruar që një ditë ta marrin në Shkodrën dhe të kenë sepse kanë ëndër detin se nuk kanë dalje në deti. Dhe përkundër faktit se ne jemi popullsi autoktone në këtë trevë, ata edhe sot ju keni dëgjuar deklaratat e paraditshme të ministrës serbe sa skandaloze janë shembull që ende nuk kanë heqë dorë nga gjenocidi, nga përpjekja për gjenocidin të treva. Por ne qëndruam dhe fituam sepse ishim kamguls. Dhe kamgulsia jonë, shkollimi jonë ndihmoi që të vim në këtë stad zhvillimit dhe tani kemi 2 shtete shqiptare që besojmë në Ballkan dhe të jemi është një periudhë e ndritshme që duhet ta shfrytëzojmë se faktikisht të dëshmojmë se Ballkani ishte I lirik dhe do t'i mbesim gjithmonë të tillë. Ato ishte I qetë populli I Kosovës të kishte një misit, pavarësisht genocidit e shumë arsye që është bërë këtij populli nga sipas historisë, sipas para viteve 99, që të ketë një misit të brendshme duke harruar ato lloj menglake që kanë ngelur nga pjesa e gjurmëve në brendësi të popullit të Kosovës. Si mendon këtë? Shqo, shumë popull I kanë pas anësi shekullore me zvete, po I kanë t'i kalu me zhvillimin e tyre. Ndëgjon, ne kemi bërë shtetin, kemi 121 njohje ndërkombëtarisht, pastaj kemi ndërtuar institucione, por ne do të tregohemi
ti hapat i qesin pak më mëdhej se tjerët dhe vetëm zhvillimi jonë, vetëm bashkëpunimi i gjitha treve shqiptare mrena troje ku jetojnë në Ballkan mund të tregojnë se ne jem faktikisht edhe numerikisht jem numër 1 në Ballkan. Dhe ne me këtë zhvillim duhet jem popull tolerant dhe besoj se nuk është pengesa nga ana jonë, natyrisht se nuk harrohet e kaluara, po megjithatë shqiptarët kanë zemrën e madhe, por jo gjithmonë nënshtruar. Ne nuk kërkojmë më shumë se sa atë që na takon dhe njohja reciproke do të ishte zgjidhja më e mirë, pastaj do të fillon të zhvillimi dhe bashkëpunimi ekonomik e sfera tjera që janë të mundshme, por ajo nuk bëhet për një ditë sepse plagët nuk shërohen për një ditë. Çfarë vendi zë Drenica në historinë moderne të Kosovës dhe rrugës drejt lirisë që ajo ka pas gjithë periudhën? Nga treva Drenicës është Hashim Thaçi, nga treva Drenicës është Kadri Veseli, nga treva Drenicës është Recep Selimi, nga treva Drenicës është Jakub Krasniqi, nga treva Drenicës është Azem Sylla që ishte komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës, nga treva Drenicës është kryekomandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës Adem Jashari dhe familja Jashari. Do të thotë kjo është një E dëshmi. gjithë kjo zonë që ne jemi sot qëtë treve Drenicës totale. Drenicë janë 116 fshatra që nuk e shpjegohen ndoshta në fillim, 116 fshatra që përkasin kryesisht 2 komuna, se organizimi i komunave të ne është pak më i madh se sa te ju, komunës së Drenasit dhe komunës së Skenderajt. Po përveç këtyre 2 komunave që janë dikon janë 98 fshatra i përkasin këtyre 2 komunave, ka dhe fshatra që i përkasin Suarekës, Lipjanit, Malishevës, pastaj Klinës, Vushtrës, që ndonjë fshat që ka mbet pak a shumë jashtë këtyre zonave që i përmenda, por si tërësi është një ndërlidhje se janë kufit i përmenda natyror që e bëjnë Drenicën të veçantë. Kjo që ju thoni historikisht është vula e lirisë Kosovës, sepse këtu vitet 90-ta, kur filloi u suprimua autonomia e Kosovës, kur filloi dhunë e papar mbi shkollën shqipe, mbi çdo gjë që ishte shqiptarë, depun punëtorët nga shkollat, nga punëtorët nga punët ku ishin fabrika apo ndërmarrjet shoqërore atëherë, nga policia, nga gjithë shqiptarët u privun nga çdo punë që ka të bëjë me shtetin dhe filloi një organizim i ri. Kjo ishte organizimi që rezistencë paqësore, sepse nuk kishim kaçik në fillim. Por pasaj rezistencë paqësore u pase pas një periudhe vitin 92 filluan të lindin edhe nevoja e rezistencës armatosur. Dhe guzimi ku tjetër përveç Drenicës, ishin aksionet e para të Adem Jasharit bashkë me Hashim Thaçin e shokët e tjerë në Drenas, kur njerëz mendonin se jo për këtë, se kishte futur në palc frigën dhuna. Këta e bëjnë serbët se nuk është e mundur shqiptari ta bëjë këtë. Kjo është dorës gjatur e Serbisë e tjera. Por gradualisht u pa që ekziston një forcë që faktikisht janë 2 grupe ushtarake, grupi i Zahir Pajazitit dhe Adem Jasharit që kanë ushtruar në Shqipëri nga oficerët njohur shqiptar në kazermat ushtarake atje dhe ndihmuan që të krijohen celulat e para dhe të shtrihen nëpër gjithë Kosovën. Me një fjalë, ju lëviz dheu në këmbë pushtimit serb dhe Serbia pa që vërtet do të ketë rezistencë. Por ishin njerëz se ne kemi menduar gjithmonë se luftën do ta bëjnë inteligjenca, do ta bëjnë me përmendje Ana Filone Sofistiku. Luftën e bën Vezhlia. Një student atëherë 25-6 vjeçar, si Hashim Thaçi, ishte aq kongurs sa që pa rreshtur mbi 5-6 atëherë ka kalu kufinin e Kosovë Shqipëri dhe ka qenë mënyra armatimi hapja depove në Shqipëri. Sa njeriu në ka ra në kufi duke sjell pak barat e pak armatim dhe u arrit, veç që përmendëm rastin sa i dhimbshëm është 140 ushtar bashkë me Muj Krasniqin në majat e Pashtrikut ranë në dëborën mbi 1 metër, disa mbeten ngrirë, krojata të veçanta,
Unë kam pas fatin që t'jem pjesë e këtij organizimi dhe vërtet për mu të gjithë ata natyrisht me mbështetjen e popullit, sepse çdo njeri në kaqikun e vet ka bërë diçka për këtë vend, jo vetëm ai me anë. Natyrisht se masulimi është qëndresa në istikamet e lirisë, por edhe popullata me ushqime, edhe ata që kanë qenë diasporë, me protesta, me lekët për blerjen e armatimit, por kanë ardhur dhe kanë vdekur këtu si luftëtarë të lirisë, të gjithë bashkarisht, vetëm kur u bëm bashkë, të gjithë grosht arritëm që mos ta lëm, vetëm Shaban Polluza nuk e përmend asnjë rast dërnisëm se në vitin 1945 është një njeriu që u kthye nga fronti komunist dhe e pa që këtu është duke u madhun slave dhe Roki Pushkin është një 6 muaj qendresë në betejën e Drenisës, është e njohur në vitin 45 derisa është shumë në gjak, po është tregu që jemi të pakënaqur me komunizmin. Pastaj gjitha këto kanë reflektuar me ngjarjet e Bujanit, kur përpara prakishës vendosit bashkangjitë e Shqipërisë, por me gjithatë 45-ën në korrek, më themi se janë vendimet e Kuvendit të Prizrenit, që dhunshëm është vendos që gjoja se bashkangjitën kur ndodhi rianeksimi i Shqipërisë, të bashkangjitemi pra Serbisë. Dhe këtu janë ngjarje të dhimbshme, por që janë sistematike. Dhuna ka qenë sistematike, planifikuar, shtetërore. Gjenocidin Kosovës që është bën. Dhe dhuna që kanë ndodhur në luftën e fundit, që janë mbi 13.500 vrarë, janë mbi 20.000 gradë dënum, janë mbi 1.400 fëmijë në moshën 18 vjeçare të vrarë. Ishte përmendni disa nga rastet e Drenisës që thu, rasti i Jashareve, rasti i Obris, kur fëmiu kanë mbijetuar në gjuhën e nënës të vrarët masakruar. Pastaj 22 fëmijë janë në Poklek, ku vritet në shkrimtari, sikur ta kishin, sikur Lorca që e kemi mësuar është në Relshani, ishte mësuar si jam, një shkrimtar shumë i njohur, të studiuesi letërsisë. Kur vinë viziton Clarki edhe Robertsoni Poklekun thotë, nëse dëshiron dikush ta di pse kemi intervenuar në Kosovë, le të shkojë ta viziton Poklekun. Do thotë, këto ngjarje e kanë trandë ndërgjegjen e Evropës dhe është arritë që të vinë në këtë pikë, por ne duhet të punojmë më shumë për ndërtimin e shtetit të Kosovës dhe të bashkëpunojmë më shumë njëri me tjetrin, sidomos me Shqipërinë, Maqedoninë dhe pjesë tjera. Sa kohë është dashur të mbledhni materialet e të cilat kanë qenë burimet kryesore të këtij botimi që ju keni bërë? Unë them nga shkolla mesme kanë qenë i përkushtuar dhe leximin e kam pas pasion, kemi pas një bibliotekë shumë të pasur i shkollë normale, bile duhet ta them një moment kur ne kishim idhur ilegalisht Adem Demaçi në bibliotekën ku më jep të qersat bibliotekisti më kishte besim, e kam gjetë një kopje, sepse i kanë menjanu gjithë mas përgosës edhe Demaçi gjitha librat Gjarpit e Gjakut. Ai nuk ka pasë ndonjë, ka qenë ndër romanet e para të gjuhën shqipe, ka qenë gjuhën shqipe dhe ne kishim idol. Kur kam marrë atë libër e kam lexuar gjatë natës se ka qenë dhe jo kam shpërndar shokëve të tjerë. Them se leximi ka bërë drejtën, pastaj gjatë studimeve kam qenë kurreshtar, kam volontuar edhe në për arkiva të ndryshme dhe një sikur vleta, si thonë, unë për 50 vite gjysmë shekulli rimtarie kam arritë që ta kem në fokus dhe në fahtimin këtë pjesë në zhvillimit kam studiuar, përveç letërsisë së gjuhës, kam studiuar edhe këtë pjesë të historisë, kam studiuar edhe histori, se unë jam i doktoruar në 2 fusha, po megjithatë fokusi im ka qenë kjo për arsye se besoj që meriton më shumë dhe nuk është bërë mjaftueshëm sepse sidomos në studimet arkeologjike do të bëhet pak më shumë këtë rregull, duhet bëhet më shumë edhe në studimin e arkivave të huaja, sepse nuk mjaftojnë vetëm janë plaçkitur dhe janë varfruar arkivat që kemi vendore këtu. Dhe duhet të ndërtojmë monumente që shënojnë të ngjarje të rëndësishme, duhet institucione që të grumbullojnë të dhëna, të faktuara të gjithë kësaj dhune të madhe që faktikisht u kulmuar me lirinë e fundit vitit 1999, kalim një diell i ri për Kosovën, jo vetëm për Drenisën, por për gjithë Kosovën, por edhe për shqiptarinë përgjithësisht.
sepse kjo trill, përveç që ka dhënë trima dhe ka dhënë ideolog të shtërimit, ka dhe njerëz të shkencës së dijes, për Drënicën kanë shkruar disa dietarë muslimanë borç, siç është Muhamet Keraku, Ibrahim Çitaku, pastaj kanë shkruar Bedri Tahiri, kanë shkruar edhe shumë të tjerë që parreshtur do të thotë kanë pas vëmendjen, kanë shkruar edhe të tjerë edhe e përmenda edhe autorë kushtues që ka libra të veçanta që por të shtrembruar natyrisht. A ka ende fakte historike apo objektiva arkeologjike në Drenicë që meritojnë më shumë vëmendje nga institucionet dhe studiuesit pikërisht këtu në Kosovë? Unë thash pikërisht shtjellat që e përmendëm, është mirë që të ndërmohen dhe të restaurohen, sepse do të ishin edhe pikë reference e historike, por njëkohësisht edhe për zhvillimin e turizmit malor që kemi një ambient mjaft të mrekullueshëm, por duke bërë turizmin malor hypet mundësia njerëzve të njohin më mirë të kaluarën e kësaj treje, po edhe atyre që vinë shkollave, pse jo disa orë mësimore planifikohen mahen në për ato vend qëndrime. Por shembull nuk ka vend banim në Drenicë që nuk ka livadhi i kishës, arat e kishës, mali i kishës, do thotë dëshmi e gjallë se diku ishim të Krishterë. Por njerëzit dhe kushtuesit e kanë stimuluar shkatrimin e tyre. Jo, ishte më mirë të bëjmë rrugë këto gure, Prishni e tjera, do thotë kanë gjetë terren që të shkatrojnë, të renojnë një kulturë bukur, theksuar dhe të pastruar mjaftësisht. A mos është ballë ky mendimi juaj që për të bërë një tip oponence apo një lloj mesazhi të gjithë studiuesve që të qëndrojnë me këmbë në tokë për ta shkruar historinë me fakte brenda jo vetëm thjesht për Drenicën, por për gjithë historinë e Kosovës? Nuk mund të ndështrohet një territor siç është Drenica i veçantë nga gjithë shqiptaria. Ju, për dallim nga ne, 100 vjet para nesh kemi pas mundësi dhe është bërë shumë pavarësisht sistemit që ka ekzistuar. Ai sistem ka pas një këndvështrim të veçantë për të kaluarën dhe i ka ushtrujtë të trashëgimia më shumë, por edhe studimi është bërë sidomos në histori e arkeologji. Megjithatë, ka gabime dhe deformime dhe ritushime të shkruajtjes të historisë. Unë mendoj që Akademitë e Shkencave, Institutet e Historisë, Institutet Arkeologjike, andej edhe kufire, do të bashkëpunojnë dhe bëjnë strategji të zhvillimore dhe të rishkruajnë historinë. Historia ka filluar faktikisht, por historia jonë meriton të rishkruhet dhe jo të jetë më e lexuar Mallkomi tash edhe Schmidti se sa historianë tanë që janë autentik. Për arsye se them në rregull ata kanë pas mundësi si historianë të shfrytëzojnë më shumë edhe arkivat ndërkombëtare dhe gjitha të tjera, por ka shumë ngjarje dhe ka shumë individ që ju kemi hyrë në hak sepse është shkruar historia e njëjtshme. Pra, komunizmi ka bërë vetën që disa figura i ka leqitur nga trajtimi. A ka projekte të tjera, profesor doktor Gjoshi, për të ardhmen, për studime të reja, për histori shqiptare, për histori të zonës së Drenicës, për këtë arbëri të vogël që ju e quani apo thjesht legjenda e Drenicës duke dhënë historinë e luftës së Kosovës? Dëgjon, ne me zhvillimin e hapshëm të teknologjisë gjendemi para shumë dilemave. Mas pari, në arsimimin tonë duhet ndryshojë shumë çka, sepse shkolla duhet drejtohet dhe të zhvillohet për kompetencë, jo për letra e diploma për dekor, por për dije dhe kompetencë fusha të caktuara. Dhe kur them këtë, ne duhet të vazhdojmë me projekt, shkollojmë arkeologë, shkollojmë në shkollat më të mira botërore, në mënyrë që t'i kthehemi, por kulumtimi don edhe lek, don kujdesi shtetëror. Edhe shteti duhet të mbështesë, sepse vetëm nuk është vetëm zhvillimi ushtarak i një vendi e ardhmja atij vendi. E ardhmja atij vendi flan, tason në arkivin e Stambollit flan historia 600 vjeçare e Kosovës. Me një kaliografi
precize. Ato kishin, më falë, zoti Joshi, ato kishin dëshirë ju që atë histori 600 vjeçare që ka arkivat e Stambollit sot, që zoti Joshi ta shfletonte atë dhe ta shikonte. Unë me përkushtimin më të madh këtë moshë me elanën më të madh, fillimisht do të thoya osmaniste, sepse nuk janë gjuhën turke të shkruar ato, as në gjuhën shqipe, as në gjuhën angleze, por janë shkruar në gjuhën osmane, që është një gjuhë e vdekur, por duhet njohur mirë gjuhën osmane, por ka dhe osmanolog shqiptar jo të mjaftueshëm, por nuk është studiuar mjaftueshëm. Për arsye se ne i shiqojmë bardhë e zi, nuk i shiqojmë në ngjyra historike. Ne do ta dimë. A do të ishte Naim Frashëri, Sami Frashëri dhe Abdyli, ai që janë, sikur mos ishte mundësia e përfshirjes në një sistem që ata kanë menduar si zgjidhje të asaj kohe, të thonë ndërtimi i perandorisë në pjesën e Ballkanit flas me vilajetet. Vilajetet në pas nivelin e Republikës, themi në kuadër një konfederate të madhe. Dhe të gjitha këto kërkojnë qasje komplekse, po megjithatë ne mendojmë se i kemi vu pikë historisë, po unë them veç tani në hap dritarët që të hulumtohet tamasit. Për të kaluar te mesazhi juaj i fundit, sepse normal një mision fillon dhe përfundon, po para se të kaluar tek ai mesazhi, unë do të bëj edhe pak një lloj riferimi, i themi në pak humorit në mision, pikërisht ne jemi në një ambient privat. Dhe thadi e erës në këtë ambient privat, të rëbije sjell dhe letrat dhe shkrimet e tuaja nën këmbë. Do të thotë që letrat janë pjesë e dorës tënde dhe të shkrimeve tuaja të përditshme. Dhe cili do të ishte mesazhi sot? Unë them që përkundër zhvillimit të hovshëm të teknologjisë, letra dhe era letrës është e pazëvendësueshme. Përkundër faktit që ne mendojmë që leximi dhe librat tash janë edhe elektronik, po megjithatë kur dëgjon zërin e shpletimit të fletës, kur dëgjon aromën e letrës në arkiva, është diçka që të vërdallën në kokë sikur Tolstojt e të tjerëve, ato karrocierët të mesjetës. Dhe unë besoj që është diçka që nuk duhet hequr dot kurrë nga ajo e shkruara. Ka pas një tentim këto vite që në Finland të hiqet tërësisht shkrimi i dorës, si themi ne këto germat në petarët bukur shkrimin që kemi pas. Por megjithatë e kanë rikthyer sepse është gabim, sepse shkrimi i dorës është i lidhur me trunin. Nuk them që nuk është i lidhur edhe kompjuteri, por megjithatë them që nga letra buron e kaluara dhe në letra duhet mbetet e shkruar e kaluara. Zoti Joshi, të falenderoj që bashkë dham një mesazh të mirë për historinë e Drenicës, këtë arbëri të vogël, por duke lënë shkas për disa emisione të tjera, pasi historia nuk përfundon këtu. Historia e Drenicës dhe një arbërisë vogël është shumë e gjatë. Dhe të flasësh për Drenicën do duhen emisione të ndryshme. Dhe thjesht një histori e një kombit ndërtohet me kujtesën, me sakrificën e çdo individi. Bëra përpjekje në bazë nga çmimeve dhe pyetjeve tuaja që t'jap një pjesë të peizazhit të Drenicës dhe të kronologjisë së zhvillimit të ngjarjeve këtu. Sigurisht se nuk kam arritë të them pjesën e madhe të gjërave, sepse unë nuk jam gjithërdog dhe trajtimi i Drenicës don nga dimensione të ndryshme të vetë, edhe nga historiografia, edhe nga gjeografia, edhe nga etnografia, edhe nga leksikografia, edhe nga shkencët e tjera, dhe kjo do të ishte më komplete sikur ne të kishim një ekip të tërë të specialistëve të këtyre fushave dhe të trajtojnë nga gjitha fushët. Besoj që për shikuesit tuaj kam arritë që t'jap disa tabla të rëndësishme të zhvillimit pse arbëria vogël është simbolik dhe kryefjalë e qendresës së shqiptarëve në Kosovë. Drenica mbetet një simbol i krenarisë shqiptare, qendresës dhe dashurisë për lirinë. Faleminderit që ishe i ftuar sot. Faleminderit dhe ju shikues të dashur që do jeni pjesë e këtij emisioni kësaj të shtune. Me mua dhe zoti Joshin, me ju takoheshim në edicione të tjera të një personazhi tjetër të ftuar. Mirupafshim.